dhe me pastaj kalojmë në pika tjera. Ka qenë një ditë me një rezultatet i cilë është ditur shumë herët që ky është një farformë përfundimi krejt kësaj sagës që ka nisur para 10 muajve. Të gjitha partitë politike e kanë pasur që synim pikërisht pra me gjetë një lloj arsyetimi ose një lloj kauze për zgjedhjet e reja. Sot absolutisht ka dështu goma rezerve Albin Kurtit, që është ditë që nga fillimi që nuk do t'i gjej edhe nuk do t'a përdor një emërues që përdori ai vet në lokalet. Absolutisht, sepse kështu ka qenë edhe kështu është ditë edhe rezultati i tij është ditë. Normalisht që sipas bindjes time fajtori kryesor i gjithë kësaj çfarë ka ndodhur ka emrin Albin Kurti për shkak të fuqisë politike që ka, për shkak të votave që ka marrë në zgjedhje, po gjithashtu edhe për shkak të përgjegjësisë që si parti fituese absolutisht me gjetë gjitha format për me jap vendit institucione, për me jap vendit qeveri, për çka edhe ka marrë besimin shumë të madh të qytetarëve me 42%, madje është për herë të parë pra në Republikën e Kosovës që një parti që i ka 48 deputet nuk arrin me kriju shumicë parlamentare. Pse s'ka arrit me kriju shumicë parlamentare janë shumë arsye. Një prej tyre është çështja fillestare Kurti ndaj partive opozitare, me pastaj edhe përpjekjet e tij që kanë qenë përpjekje themi vetëm fasaduese, por jo qëllimira për të arritur një shumicë parlamentare siç ka qenë Kurti. Nga aspekti i tij i ndërtimit politik, do të thotë e ka pas qartë ose pushtet absolut ose parti partnerën koalicion e cila i nënshtrohet. Kur e ka pas që asnjë s'mund të arrit, më pastaj ka nisë kjo betejë e tij gjithçka ose asgjë. Edhe prandaj sot Kosova nuk ka asgjë, Kosova është në një situatë shumë të rëndë në shumë sektor, edhe pse është ditë pra që vendi është duke arritur themi afatin e shumë krizave, nuk i ka jap zgjidhje gjitha këtyre çështjeve. Edhe kjo fushata sot që nisi realisht me njëherë me këto fotografit prej hapësirave ndryshme, lidhja listës serbe me partitë opozitare e krejt, është një kartë e re që po dënë me kriju, pra po e rikthen një kartë që është konsumuar në Kosovë. Gjatë tërë ditës është ky narracion që ka mbizotruar. Partitë opozitare bashkë me listën serbe u përbashkuan në qëllimin e vetëm për ta kundërshtuar Albin Kurtin. Karta e re e lëvizjes vetëmendosje që po dënë ta hyjmë si viktim edhe në zgjedhjet e reja. Pra një kartë që është konsumuar, një kartë që nuk e besoj që më beson qytetari i Kosovës, që të gjithë janë kundër, ky është pro, edhe me lidh gjitha partitë politike me listën serbe. Paramendoja fotografia Albulena Haxhiut atë me atë fotën duke votu në mesin e deputetëve familjar dëshmorësh, familjar martir të luftës e të tjerë, njerëz që kanë luftu edhe po dashkan me bashkëpunu me listën serbe. Prandaj po them, krejt kjo është kalkulim politik për ma shumë vota, duke e vendosur shumë a thellë vendin në kriza tjera. Kësaj normalisht pajtohem që ka kontribuar edhe presidentja e vendit me këto matematikat e saj ose ky binomi që ka vazhdu Kurti Osmani, sepse ka qenë totalisht e paarsyeshme mandatimi i zotit Konjuca. Veç jep edhe referenca kushtetuese që është dashur me vepru presidenti. Është dashur me pas dëshmi me shkrim që ka 61 vota në cila parti ka gjasa më shumë. Cila parti ka pas gjasa më shumë. Qysh pas ka mundësi me pas gjasa kur dështoj herën e parë. Cila ato që e thash, që e theksova 2-3 herë, thash kështu. Bazuar në aktgjykimet të cilët pe i referohesh. Aty thuhet nëse ka gjasa. Presidentja do të vlerësoj. Jo, korësi shumë, për ashtë kosa ne fajsojmë presidentën, do të vlerësoj gjasa, jo e të gjasa. Qatë vlerësim kemi problem. Aktgjykimet thonë, jo vetëm kjo, po presidentja deletarës është dashur me dojë, me dekret. Me vlerësu cila parti ka gjasat ma të mëdhaja për me por herën e dytë o besnik, kjo gjasa nuk mjafton herën e dytë e ke pas kur të kish veç një njeri, kur ta ofron veç një parti, mandatarin. Po cila është dëshmia që ti ki gjasat për me i bo 61 vota? Ka mëj një pytje. Po s'ka dëshmi në shkrim. Kush ka thonë që duhet me i shkrim? Jo, s'ka kërkush, po cila është ka thonë që duhet me i shkrim? Se o taku me partit presidentja pas të për të ofru mundësin për të me edho mandatarin. Po kush e ka mundësin për me bo mandatarin e dytë? Po, për me edho mandatarin. Edhe kanë refuzu që da partit me edho mandatarin. Duke qenë që veç një subjekt
politik e ka dhënë mandatarin, ajo ka qenë e shtërnguar në kontekst të detyrimit që ja jep kushtetuta për ta dhënë. Po se ti nuk e di. Mirë, shka hipotetikisht, 62 njerëz në nënshkruajnë ty që ka me mbështet filan mandatarin për kryeministër. 3 prej këtyne deputetëve tu shkun kuvendi Shkel Kerri. Edhe Prandaj, kushtetuta nuk I ka thonë, ti do është me morë në nënshkrime. Kushtetuta I ka thonë, ti do është me vlerësu gjosat. Edhe, në rrethonën kër e ki veç një mandatar, rrethonën kër e ki veç një propozim, s'metet me vlerësu gjosat. Në ditën e mandatimit, zoti Konjuca, në ditën e mandatimit, zoti Konjuca del në konferencë për media dhe thotë unë nuk kam nevojë të më konsultu me asnjë subjekt politik. Mas konferencës shkon te presidentja të cilën e mandaton. Pra do thotë presidentja e din sepse nëse nuk konsultohesh me parti politike, çish kimi marrë 61 vota. Cila është bindja ose dëshmia që është bind presidentja me votu? Sipas kushtetues, jo me mandatorin e dytë. Nuk është e detyruar pa dëshmi, pa dëshmi. Ma gjeni referencën o burra, ju po folni interpretimi se baza ku po merr ti është e njëjta. Me shpall zgjedhje pa u konsumu radha e dytë e mandatarit. Ta shtrojmë që shqip kështu, Ku shkruan kushtetues? Ku shkruan gjykatës? A ka pas konsultime me parti politike? A ka pas konsultime? Gjeni referenca në gjykat në kushtetutë edhe në aktgjykime. Gjeni për këto, që presidentja mundet pa e dhonë mandatarin e dytë me shpall zgjedhje. Ku shkruan që mundet pa mos me dhonë?